të kujdesemi dhe të sillemi mirë me motrat dhe me vajzat tona. Muhamedi alayhi salam me një hadis të tij thot: kush i ka 3 motra dhe 3 vajza, e nëse kujdeset për to, atëherë e ka të fituar xhennetin, e ka të siguruar vendet e larta në xhennet. Pra, prej nesh kërkohet që të sillemi mirë, t'i edukojmë dhe t'u folim fjalë të mira, nga se fjala e mirë e hap zemrën, sado që është e vrasht dhe e keqe. Në shumë ajete kuranore Zoti i Mëdhëruar na kujton se fjala e mirë armikun e bën mik. E miku çfarë mund t'i bëjë? Mikut më të vërtet e bën të dashur që vërtet pa ta nuk mund të paramendojsh jetën tanë. E kemi rastin e Muhamedit alayhi salam, jemi sinqert, sikur mos e kisha dëgjuar këtë rast të Muhamedit alayhi salam, unë nuk do të besojsha se deri në këtë grad Muhamedi alayhi salam i ka respektuar vajzat e tij. Muhamedi alayhi salam është shembulltir e gjallë se si duhet të jemi me antarët e familjes dhe me vajzat tona. Tregojnë se kur vinte Fatimja tek shtëpia e babait të saj, Muhamedi alayhi salam, edhe kur ishte pamartuar të njëjtën gjë e vepronte, ngrihi në këmbë dhe e puthte ballin dhe fytyrën e Fatimes radiallahu anha. Kjo ishte dashuria e madhe për vajzat, nga se kështu e kishte mësuar Allahu xhalleshanu. Një ditë Muhamedi alayhi salam ju ofrua një personit duke i thënë: a ma shet tokën e cila është afër shtëpisë time, që në këtë vend të bëje shtëpi vajza ime dhe dhëndri im Aliu radiallahu anhu, nga se nuk mund të paramendoj jetën larg Fatimes radiallahu anha. Personi i tha: o i dashur i Allahut, këtë tokë ta jap falas, nga se ti je për mua më i dashuri se pasuria, se çdo gjë tjetër, e kënaqësia ite është edhe kënaqësi për mua. Ta kesh afër vajzën tënde, dhe ta plotësoj dëshirën tënde, për mua është pasuria më e madhe që mund të posedoj unë. Kjo është një shembull i nderuar i vëlla se si duhet ti respektojmë e ti duana, e ti edukojmë vajzat tona, nga se i kemi emanet, e emanetin duhet ta çojmë në vend.